Me afrimin e muajve të nxehtë të verës, temperaturat e larta përbën një rrezik serioz për shëndetin, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe ata me probleme kronike shëndetësore. Ekspozimi i zgjatur ndaj vapës mund të çojë në dehidrim, lodhje, goditje nga dielli apo edhe komplikime më të rënda shëndetësore. Për këtë arsye, është thelbësore të marrim masa mbrojtëse për të përballuar ditët e nxehta me kujdes dhe zgjuarsi. Por si të mbrohemi nga temperaturat e larta? Qëndroni të hidratuar, pirja e ujit është hapi më i rëndësishëm në mbrojtjen nga nxehtësia. Evitoni pijet alkoolike dhe ato me përmbajtje të lartë kafeine, pasi ato mund të kontribuojnë në dehidratim. Qëndroni në ambiente të freskëta, veshuni lehtë dhe me ngjyra të qelta që nuk tërheqin nxehtësinë. Gjithashtu i rëndësishëm është edhe kremi kundër diellit me faktor mbrojtës të lartë. Evitoni aktivitetin fizik të rënd dhe zgjidhni ushqime të freskëta dhe të lehta për t'u tretur, si sallatat, fruta e perime. Temperaturat e larta janë një sfidë që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Me masa të thjeshta por të qëndrueshme, mund të mbrojmë shëndetin tonë dhe të tjerëve gjatë kësaj periudhe të nxehtë.